Tjetër pyetje zotit Balliu. Në media është raportuar një presion i mundshëm nga nivelet të larta të ekzekutivit apo nga eksponent të krimit të organizuar ndaj prokurorit të posaçëm Dritan Prençi në lidhje me një çështje që përfshin zëvendësës kryeministrin Belinda Balluku. Altin Dumani, drejtuesi i prokurorisë së posaçme SPAK, arriti kulmin e ekspozimit publik gjatë raportimit në kuvend më 27 tetor 2025. Për më shumë se 2 ora ju përgjigj rreth 65 pyetjeve të deputetëve të opozitës, duke alternuar mes shqetësisë profesionale dhe arrogancës fiduese. Në anën tjetër, deputetët socialistë qëndruan të ershtur pas një pyetje apo koment, një herështje që u interpretua si nënshtrim ndaj linjës politike të kryeministrit Edi Rama për të mos komentuar punën e drejtësisë. 3 vitet e drejtimit të Dumanit në krye të SPAK kanë prodhuar zhvillime të rëndësishme dhe qëndërisë përmes hetimeve të bazuar në komunikimet e platformës Sky ECC. Ai ka çuar në gjykim emra të njohur të botës së krimit dhe ka ngritur padinë ndaj figurave të fuqishme të politikës, duke fituar reputacion si një prokuror që nuk dalet përballë askujt. Megjithatë, suksesi i tij shpesh shihet me skepticizëm. Disa pyesin nëse hetimet do të kishin ecur pa dosjet e gatshme që ofroi platforma e interceptimeve. Opozita akuzon Dumanin për selektime dhe shërbim ndaj interesave të kryeministrit. Gjatë mandatit të tij, figura të rëndësishme si Sali Berisha dhe Ilir Meta janë vendosur në hetim apo nën pranga për korrupsion dhe pastrim parash, duke dobësuar ndjeshëm pozitat politike të opozitës. Në të njëjtën kohë, shumë deputet të majt e kanë parë me sy të lirë se si ish ministra dhe bashkëpunëtor të afërm, nga Sajmi Tajiri deri tek Arben Ahmetaj, janë goditur nga SPAK por pa pasur guxim të reagojnë publikisht. E në fund, raportimi në kuvend zbuloi 2 fytyrat e politikës shqiptare, një opozitë që shet Dumanin si vegël të Ramës dhe një mazhorancë që me hershtjen e saj pranon të jetojnë në frikën e të njëjtit instrument. E përballë tyre, Altin Dumani u duk më shumë si ushtari i Ramës se sa prokuror i drejtësisë së re.